Mirëqenia fillon nga familja. Me këtë moto në Bashkinë e Shkodrës ka nisur këtë javë cikli aktiviteteve në kuadër të javës së familjes, organizuar nga Bashkia dhe Zyra Vendore e Arsimit. Veprimtaritë nisën me panairin e familjes në shkollën nëntëvjeçare Ismet Sali Bruçaj në fshatin Guci e Re. Sipas organizatorëve, qëllimi i aktivitetit është forcimi i lidhjes mes familjes, shkollës dhe komunitetit. Ti kushtosh një javë familjes është shumë pak, sepse familja është riza shoqërisë, është gjëja me të cilën ne ndeshemi, e njihemi, e dashurohemi, sa po hapim sytë e marrim mend. Prandaj të shohësh kaq shumë fëmijë, kjo të jep shumë besim se ardhmja për këtë shkollë dhe për këtë njësi administrative është e sigurt. Përveç se aktivitetit, është edhe një moment ku të reflektohet për forcimin e lidhjes mes familjes, shkollës dhe komunitetit. Java e familjes do të vijojë me aktivitete të ndryshme kulturore, edukative dhe ndërgjegjësuese në gjithë territorin e Bashkisë Shkodër. Ne kemi dashur të sjellim mesazhin që të dalim jashtë mureve të ndërtesave të shtëpisë apo të qendrave komunitare, por të dalim jashtë dhe të forcojmë atë komunikimin dhe lidhjen e fëmijëve me familjen dhe komunitetit në tërësi. Në fokusin kryesor të javës së familjes, sipas organizatorëve, do të jetë roli i prindërve, bashkëpunimi me institucionet arsimore dhe ndërtimi i një komuniteti më të fortë ku familja është themeli çdo suksesi.